Për çdo ditë, mos harro njëherë veten me pyet, kur vjen akşami, ke ardhur në shtëpi, e kthy prej punës. Kape njëherë veten, edhe këqyre sot ku e kalove ditën. Çka ke bërë sot? Ai ke fal namazet ditore. Ai çun sabah në drekën 100 akşam leci, ai ke kry. A ke bën ai haram? Nëse ke bë haram, ke mundësi, alaje në jetë, bën tëbë, kërko falet Allah Ta'ala. Ne për çdo ditë, merre veten në pyetje. E kanë pas turqet një do leu hajqiqin në përmure, ka që përkujtuse të mira. Bugin Allah i që në japëtën, sot çka bone për Allah? Bënja vetit, shkruje me një qoshet shpiz, shkruja vetit, sot çka ke bo për Allah? A çka ke bo për Allah? Mendoje, çka bone për Zotin tënd, si cilën dim? A i dhnove Allahin sot, apo e knaqe Allahin? Qysh ke vepru me Zotin, Zoti ka me vepru me ty. Si ta ke knaqe Allahin, Allah ka me të knaqe ty, në këtë edhe në botën tjetër. Si ta ke idhnu Allahin, ta din se Allah ka me të idhnu vlla. Edhe në këtë, edhe në botën tjetër. Allah nuk ka me të lanë që ti me idhnu, a e ty mos me të idhnu. Mund me të avanu, mund me të dogë, se ti përbën zina, biznisi për të shtohët, kjo edhe ajo e mirë, por kanë thënë ulemaje nëse e sheh dikënd, Ibn Qayyim el-Jauzi thot, nëse e sheh dikënd, që Allahu po jep dhuntit kësaj dunjaje, ai po vazhdon me mkatu kashi Allahu, ta din se Zoti është e përgatit me një dënim të madh. Sa biznismenin e kemi pa që ka marrë kamata, ka prek harame, ka bë 2 vjet, 3, 5, po vozit Mercedesat shtret, Jeepat shtret, shtëpit mirë, edhe në fund të poshtë. Allah i pelen njëre, pelen. Sigur kasapi që e le lupën me hongër, në, që ka që bëhet lupa, që tash bismillah, që tash u ka trash, e pret, që shtura bëllale minit pret, vla. Të len haram dhe ti e mashtron vetin, hajtë se mirë jem super, kur se më konë ma mirë. Edhe pas e për një moment të rëzën që më konë goditja ma madhe. Me të hup 1 euro nuk ka problem. Është me të hup 10.000, 100.000, a i veç Zotit i rujt mend. Ato janë goditje shumë të rënda mësni. Se e kap kryt, qa bon, a i mora vetin qaf e fëmijët në qaf, ajo të din se ka qenë dënim i Allahut Ta'ala.